Po, procedura është në vijim e sipër, një procedurë që akoma nuk ka mbaruar. Ne kemi pasur vërejtje gjithësisht një inspektim të jashtëzakonshëm në ditën 1 orë para se të mbahet mbledhja për sjelljen e vendimit për zgjedhje e rizgjedhje të kandidatës të cilën e kishim në fakultetin e mjekësisë. Pra 1 orë para se ne kemi pasur në ora 11 të caktuar mbledhjen e Këshillit Mosnjërisë Shkencor, ndërsa inspektorët na kanë ardhur në ora 10 të njëjtës ditë kur ka qenë caktuar edhe mbajtja e Këshillit Mosnjërisë Shkencor. Sugjerimet e para në takim të inspektorëve kanë qenë se ne duhet të sillim vendim për ndërprerje të kësaj procedure dhe të njëjtës janë përgjigje për arsye se ne nuk kemi kur gjë me shkrim dhe nuk kemi që të japëm dikujt llogari nëse kemi një person anonim që ka shkruar dikundi në mailin jo zyrtar, mail jo ekzistues. Kështu që kërkova nga ata, nëse ata ishin përgjigjur të njëjtin mail. Na treguan se ata nuk kanë baza ligjore të përgjigjen një mailit anonim, prandaj ata kanë pritë që të kenë një urdhër nga drejtori i tyre për të bëjë inspektimin e jashtëzakonshëm në fakultetin e mjekësisë. Unë që them se deri në atë moment, ne vazhdojmë me mbledhjen, u soll vendimi dhe se a ka pasur ingerenca dekani për sjellje të një vendimit për hapje të konkursit, janë të qarta ligji dhe statuti i Universitetit të Tetovës ku thirret ingerencat e dekanit për një vendim të asaj. Mos harrim të flasim këtu se bisedohet për zgjedhje rizgjedhje, jo punësim, zgjedhje rizgjedhje të kandidatës e cila është e rregullt e pranuar në Universitetin e Tetovës. Mbas të ligjit, dekani është i detyrueshëm që brenda 6 muaj deri në 7 muaj para se të skadon afati i zgjedhjes rizgjedhjes të hap konkurs. Në bazë të ligjit dhe statutit dhe ligjit ekzistues të 2018 dhe statutit të Universitetit të Tetovës, dekani sjell vendim, të cilin e ka sjell dhe e ka hapur konkursin, ka dhënë propozim deri te rektori i Universitetit të Tetovës që të hap konkursin. Mbas asaj konkursi është hapur i rregullt dhe është publikuar në 2 gazeta zyrtare që ka qenë dita e shtuan dhe se një nga vërejtjet thuhet se të nesërmen ose të pas nesërmen ka qenë edhe në vefaqen e universitetit. Pra, bisedoj, 2 gazeta zyrtare ka qenë dita e shtunë ka qenë, ndërsa të hanën në mëngjes është pallur edhe në fakultet në Universitetin e Tetovës në vefaqen e saj. Dhe vërejtja ime unë si dekan, i thash se nuk ka diçka, jo tha mund të dikush një ditë më vonë ose një ditë më para të ketë diçka vërejtje se nuk përputhen datat e gazetave ditore me ata të vefaqes të universitetit. Mirë, është një nga vërejtje që e patën inspektorët ditën e inspektimit. Më vonë kërkuan që të shohin a janë të fushës komisionet të cilët i ka propozuar në Këshillin Mosnjërisë Shkencor. Nuk bisedohet për fusha të ndryshme, por bisedohet e njëjta fushë është. Ne kemi klinike, paraklinike të fushat. Në të kemi mikrobiologjin si land, ku zgjidhej kandidati për zgjedhje rizgjedhje, paraprakisht i kishte pasur thirrjet paraprakë të dyjat në Kërlemi dhe si rezultati asaj se një mësimdhënës ka të drejt 4 lëndë të zgjidhet brenda një semestri deri diplomike dhe në semestrin tjetër plus 4 lëndë, ne asnjëherë nuk kemi formuar për secilin lëndë nga një komision. Pra bisedohet këtu për lëndën primare që ishte mikrobiologji. 2 nga anëtarët e komisionit, unë dhe profesoresha nga Shkupi, jemi të lëndës dhe jemi profesional të saj, dhe një i përafërt që i plotëson kushtet sipas ligjit ekzistues të Republikës së Maqedonisë. Pra nuk bisedohet për këtë. Një vërejtje të profesor ishte se kandidatja nuk ka arritur që të dëshmojë ciklin e dytë, shkallën e dytë që ka të përfunduar. Më vjen keq se din se studimet e fakultetit të mjekësisë janë të integruara dhe atje ku kemi 300 e sa kredi, që fakulteti i mjekësisë gjithmonë ka pas
300 kredi që në start, edhe kur ka qenë 5 vjeqar, jo tani kur është 6 vjeqar, atëne studime master nuk ka nevojë për regjistrohen direkt në doktoratura. Kjo edhe sot është shumica të gjithë kolegët të cilët janë regjistruar në doktoraturë nuk kanë shkallë të ditë në karrierë magjistraturë, dhe më thënë kjo s'ka të bëje fare për arsye se fakultetet janë të integruara. Në datën që mbaroi procedura dhe në bultenin e Universitetit të Tetovës nuk ka pasur asnjë vërejtje nga ndonjë kundër kandidat, përveç që ka arritur pas mbarimit të afatit ka mbaritur letra anonime në universitet dhe në emrin të fakultetit të mjekësisë, kinse profesoresha kandidati nuk i ka plotësuar kushtet për arsye se nuk ka pasur të zgjedhur një nga shkallët e avancimit, të cilën komisioni recenzuesi ka pas të gjitha dëshmitë para se të sjellë vendimin, për arsye se edhe referati kur është formuar me dokumentacion i cili është i kapshëm për çdo individ, ajo për atë, dhe i njëjti ka qenë i publikuar në bultenin e Universitetit të Tetovës. Pra nuk ka kur gjëra të mshefur, për arsye se çdo njëra është e cekët. Përmendi diçka për bultenit kontestuese. Po ishte kontestuese për arsye se bulteni është numri 259, në therat ka një gabim teknik, domethënë që përmendet një bulten para të cilat atone që është bë gabim teknik, domethënë gjatë përpilimit të referatit. Atë kemi pranuar edhe ditën që kemi pasur vërejtje, domethënë se është një gabim teknik, jo diçka tjetër. Prandaj edhe një do të ceki, kjo nuk ka mbaruar si përfundim, për arsye se Këshilli Mjekësor Shkencor i propozon Senatit për të sjellë vendimin definitiv për zgjedhje dhe rizgjedhje të asaj, ku kjo procedurë domethënë akoma nuk ka mbaruar. Nuk është të sjellë vendimi se ajo është zgjedhur në avancimin ordinar. Megjithatë pritet të sjellë ky vendim sepse ju shi plotson të gjitha. Ndërkohë ne jemi duke përgatitur një parasije se ne si dekanat vendimi të sjellur dikundi me 17-in inspektoratit, ne si dekanat i kemi marrë 23-shin ka qenë dita e premte. Dhe thënë brenda 10 ditëve fat vetë ju të jepni një përgjigje pozitive ose negative. Jo direkt fakultetin mjekësisë, që nuk e dorëzuar, po mandej rektorati në ka dorëzuar tek ne, dhe ne jemi duke përgatitur një vërejtje të proces verbalit. Akoma pa më kri kjo procedurë, që ne mendojnë se deri më 27 kemi pas të drejtë bërjes së vërejtjeve rreth proces verbalit, na vjen neve vendimi përfundimtar se duhet jo kur gjë tjetër të ripërsëritet konkursi. Pra, nuk ka ndonjë vërejtje që neve do të na kishte detyruar ose obliguar që ne të ndërpresëm procedurën. Pra, vendimi të cilit akoma ne nuk kemi bë vërejtje në proces verbalin, në atë të cilat kontestohen, siç është komisioni recenzues, siç është ingerencat e dekanit, siç është numri bultenit i cili nuk është gabim, po është gabim teknik vetëm në përpërjen e referatit, ta janë procedurat të cilat mund të anashkalohen ata. E drejta e çdo njerit është të qese në pa atë që është, po dokumentacionet që ekzistojnë dhe Universiteti i Tetovës, gjithsesi Fakulteti i Mjekësisë nuk ka diçka që mund të jetë mshefur, për arsye të gjitha procedurat kanë qenë një nga një pika të renditura në bultenin e universitetit, gjithsesi ku ka qenë i shpallur referati i komisionit recenzues. Por një do ta çekë komisioni recenzues është adekuat dhe është në bazën e suazat të ligjit që mëson domethënë ditë fushës të një i përafërt. Dhe kështu e kemi edhe komisionet të përbërë.